të mjekon dhe mandej normalisht duhet të shikohet një lloj skenimi total i rastit, fillimisht kush janë përgjegjësit, kush e ka realizuar këtë licencë false dhe kush njëkohësisht e ka aprovuar që kjo të jetë funksionale dhe mandej normalisht do të marrin për masat edhe më racionale të qytetarëve nëse vlen apo nuk vlen të protestohet apo a është rrugën e duhur institucionet për ta menaxhuar ose njëkohësisht për të dënuar përgjegjësin. Mendoj se shumë herët për të vendosur për të protestuar ose qëllon do ishte i pari nëse ky kontekst nuk do të jetë në rrugën e duhur të zgjidhjes të skenarit real të përgjegjësve real. Prandaj mendoj që ne duhet të jemi të vigjilent mbi bazën e asaj që jam dakord që studentët e Beogradit kanë krijuar një lloj vedie rajonale, por mendoj që ata kanë pritur fillimisht skenarin dhe mandej kanë parë që nuk ka rrugdalje tjetër. Mendoj se sot është shumë herët për të protestuar, derisa një herë të qetësohen situata për ta parë më mirë mjegullën e kësaj tragjedie të madhe në vendin tonë dhe mandej mendoj që qytetarët duhet veprojnë mbi bazën e asaj se cilën është realizuar mbi hetimin, mbi përgjegjësit i shkakut të kësaj tragjedie dhe mandej duhet gjykuar dhe duhet vepruar. A pritet zotëri Rama që një ngjarje e tillë se të krijojë ndoshta edhe nevojën për ndryshimin e legjislacionit për sigurinë në vendet publike në këtë qeveri? Mbi gjithë unë pres që kjo të reflektoj në fillimisht në sigurinë kombëtare. Pra, këtu mendoj që siguria kombëtare është e kalbër dhe vjetruar, e stërngarkuar është e lelmuar mbi rastet korruptive. Mendoj që ka ardhur koha që të japim fund këtyre elementeve, të cilat kemi dokumentet e falsifikuara, dokumentet e pa verifikuara të cilët të jepin licencave vetëm me asetin material. Mendoj që edhe nëse ndryshon legislacionet, edhe nëse vinë struktura tjera, nuk do të jetë koshtisht funksionale ose efikase nëse brendësia institucionale nuk ndryshon. Mendoj që në brendësinë institucionale kemi nga gjitha llojet të strukturave të ndryshme partijake, e kanë stërmbushur administratën, e kanë stërmbushur, domethënë edhe njëkohësisht qasjen policore inspektoriale. Pra nëse deri tash asnjë palë në strukturë partijake nuk posedon një lloj strategjie konkrete mbi heqjen e korrupsionit dhe njëkohësisht manovrimeve të ndryshme institucionale, sidomos në aspektin e sigurisë dhe në aspektin e shëndetësor arsimor, mendoj që nuk është efektive edhe nëse ndryshon edhe 10 legjislacione. Prandaj mendoj që ne nëse ata mendojnë të krijojnë një lloj elita politike duhet të krijohet mbi strategjinë rinore, politike rinore, sigurisë dhe njëkohësisht arsimore. Bazën e këtyre strategjive konkrete do të jetë efikase për zbatimin në terren. Mendoj që kjo do të ishte fillimisht mbi vetdijen mbi luftën reale kundër korrupsionit dhe njëkohësisht mbi luftën reale për bazën e përgjegjësisë. Këtu ka dikush përgjegjësi, këtu duhet dikush të dënohet, këtu ka dikush që duhet të tërhiqet. Mendoj që këtu kjo ndoshta do të tregonte edhe pjekshmërinë politike për të ecur atje mbi fatin e Republikës Maqedonisë Veriore. Pra këtu përcaktohet fati i vetë shtetit. Po, ndërkaq që zotëri Kryeziu besoj jeni tash me ne dhe dua t'ju pyes lidhur me atë se si mund të ndikojë realisht një situatë e tillë në marrëdhëniet ndërretnike në Maqedoninë të Veriut duke marrë parasysh edhe përbërjen që ka vetë në Koqan. Shpresojmë që kjo lidhje